kohët e fundit, e posh mas luftës në lindjen e mesme, e posh Koreja e ka bërë një gjë të tillë. Koreja e Jugut, kurse për vendet e tjera nuk kam shumë informacione, e di për sasinë e caktuar të litrave për naftës, mirë po nuk kam informacione të cilat. Mirë po, kur mund duhet me ndodh aja, kur kemi kompani 2 ose 3 kompani, kur përcaktojnë, pse atër qeveria s'po ndikon për marrëveshjen e msheft që e kanë bankat komerciale në Kosovë? Edhe kjo është diskriminuese. Pse s'po ndikon për qeveria e Kosovës? Pse s'po marrëveshje? Po dëgja, kur kemi marrëveshje në fshef disa biznese të cilat janë. Për shembull, ata nuk deklarohen, po kanë marrëveshje në fshef me normat e interesit. Për shembull janë bankat komerciale. Dhe tash qeveria pse nuk i interesohet qeveria që t'i ofrojë konkurrencë, t'i ofrojë kushte të mira që të vinë bizneset e tjera të ofrojnë konkurrencë të ndershme. Dhe që është roli i qeverisë, po jo qeveria të saktoj marzhën e fitimit, sepse në momentin që ti ofron kushte të mira, ka bizneset e tjera që ofrojnë çat produkt, ofrohet një konkurrencë mirëfill, konkurrencë sepse kërkesa dhe oferta caktojnë çmimin treg. Kjo në kohën kur ekonomia është në gjendje më stabile merr masa të tjera, por duhet të ketë masa edhe në gjendje të jashtëzakonshme. Për shembull, po flasim tani për çështjen e derivateve edhe vende të tjera. Gjermania së fundmi kishte marrë vendim për uljen e TVSH-s dhe ajo ndikoi që drejt për drejt të ulet çmimi i litrit të naftës ndjeshëm, le të themi. Tani, këtu në Kosovë nuk është se është marrë ndonjë masë, as nuk është hesur akciza, as TVSH-ja dhe është kritikuar gjërësisht. Në anën tjetër, ligji për çmimet tavan për shumë nga çështjet që janë produkte themelore, drithrat, bukën, mielin, orizin, pastat, vajin ushqimor, qumshtin, kripen e kuzhinës, vezët e pulës, mishin e pulës, sheqerin kristalor, produktet e higjienës personale dhe lëndët e drurit për djegje janë një pra këto që futen brenda ligjit për çmimet tavan, mund t'i vendos në një pozicion ku nuk lejon fitim më për të marrëzës së përcaktuar. Kjo asë sheni as pak që mund të ndikoj që çmimet të jenë më stabile, mos të ketë kësi diskrepance në treg? Po ne nuk jemi në gjendjen e jashtëzakonshme. Pse ne jemi në Kosova në gjendjen e jashtëzakonshme? Kosova nuk ka probleme të krizës së brendshme. Po flasë për çështjet e kufeve, luftrave, tërmeteve, së në tjera. Kosova aty për aty important. Kosova e ka problemin me importin këtë rast të derivateve. Problemi, justifikimi i qeverisë për mos me hek akcizën, edhe mos me hek TVSH-n për derivatet të naftës, dhe e justifikon vetveten me çmimin tavan. Veç një pyetje për bëj kështu hipotetike. Pse vendet më të zhvilluara të botës e kanë hek? Italia, për shembull, javën e parë, kur ka filluar lufta në lindjen e mesme, e ka hek akcizën. Italia. Çfarë zhvillimi ekonomik ka? Dhe gjitha vendet më të zhvilluara të botës, duke përfshi Australinë e vendeve të tjera. Pse është Kosova mos me hek? A jemi ne më të mëshëm? A jemi ne më të zhvilluar? Apo cili është problemi? Po qëllimi i qeverisë është me mush arkën buxhetore. Dhe mu mburë në fund vitit me thonë që... Po pse mush me ligjin për çmimet tavan? Si mund ndikoj ligji për çmimet tavan ta mbush arkën? Po duket që... Jo ligji tavan nuk me ligjin tavan aty për aty nuk ka ne faktori që mund me mbush arkën. Faktori parë që mund me mbush arkën buxhetit shtetit është qarta ja. Okej, ato të fuqi brenda ditësh. Ne e dim që liderët autokrat janë populist dhe një veprim të tillë të bë qeveria aktuale. E para. E dyta, nuk e di që shumica e veneve më të zhvilluara të botës e kanë bërë iniciativë të tillë për çmimin ligjin tavan, sepse nëse përmendet Koreja e Jugut është një nga vendet e zhvilluara. Po Koreja e Jugut e ka marrë këtë iniciativë. Koreja e Jugut e ka marrë, po do të thotë tash pse ka marrë Koreja e Jugut, ne duhet me implementuar një gjë të tillë. Mirë po, shtohet një pyetje, pse nuk duhet më hek akciza? Se nëse qeveria e justifikon vetveten me çmimin tavan, duke mos heq këtë akcizën, qeveria vetë përprodhon inflacion. Dhe faktori kryesor që sot kosta e jetesës qytetare po i rritet është faktori i mos heqjes së akcizës dhe TVSH-s. Dhe nëse i shek akciza dhe TVSH-a, kishim i pas inflacion, por kishim i pas një inflacion të vogël. Ndërsa aktualisht inflacionin kemi me pas lartë. Dhe kjo do të 6.7 në muajin e mars të këtij viti ka qenë inflacioni më i lartë në bazë të statistikave të Agjencisë Statistikave të Kosovës në krahasim me vitin e kaluar, 6.7%.
kjo me shumë gjase edhe për shkak të rritjes çmimit të derivateve, apo jo? Po. Ajo në mënyrë automatike prodhon, sepse ja rrit koston operative të bizneseve. Kur ja rrit koston operative të bizneseve, bizneset ofrojnë qatë produkt me një çmim tjetër. Për shembull, në rast konkret, një biton ujë, domethënë 10 litrësh, unë e kam bler një herë 20 cent. Aktualisht në treg tash është një herë e 50 cent. Domethënë për 30 cent është rrit çmimi i saj. I një bitonit ujë 10 litrësh. Dhe tash ku qëndron problemi? Dhe domethënë çmimet më nuk rikthehen paraprakisht. Kemi edhe shumë faktorë tjerë të cilët kanë më rrit çmimi. Domethënë është e pashmangshme rritja e çmimit të energjisë elektrike vitin tjetër. Për shkak se po kemi probleme veç tash aktualisht. Këtë vit u te kalua duket. Në bazë të zërajës që apom. Po këtë vit u te kalu për shkak që kemi me shku në zgjedhje.